Kur I kthyem në studio të nderuar shikues dhe siç u paralajmëruam, sot do të bisedojmë për vërshimet dhe pasojat nga rreshjet e ditëve të fundit, të cilat pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim në komunën e Prishtinës, dhe për këtë do të bisedojmë me drejtorin e sigurisë dhe emergjencave në komunën e Prishtinës, zotëri Lulzim Fushtica. Zotëri Fushtica, mirë se ardhët. Mirë se gjem, faleminderit për ftesën. Atëherë, të flasim tek ajo e djeshmja, pra për shkak të rreshjeve në momentin e fundit pak a shumë u mor vendimi që të mbyllen shkollat sa I përket ditës së djeshme. Po është të them një vendim, plotësisht e kuptojmë që edhe prindërit u gjenden në situatë ndoshta të them të palakmueshme, dhe për këtë kërkojmë ndjesë për vendimin, ndoshta për informatën që kemi dhënë në momentin e fundit. Mirë po, duhet të sqarojmë edhe arsyet sepse ne kemi bërë një vlerësim të tillë duke u bazuar në disa faktorë. Faktori I parë ka qenë se ne kemi marrë informat nga Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës të hënën, I cili e ka publikuar dhe vendimin që e ka vu të them shkallën e gatishmërisë në ngjyrën e portokallët, I cili thotë që do të ketë rreshje të rrëmbyeshme dhe vërshime të paparashikueshme për të gjithë territorin e Kosovës. Posaçërisht, ne kemi biseduar me institutin dhe kemi marrë informata specifike vetëm për kryeqytetin, dhe në bazë të këtij vlerësimi duhet keni parasysh një gjë. Prishtina nuk është vetëm qyteti. Pra nuk është vetëm kjo qendër dhe qyteti që e shohim, por janë 43 fshatra që gravitojnë në komunën e Prishtinës dhe të cilat janë ndoshta në situatë më të palakmueshme sa I përket qytetit, sa I përket infrastrukturës, rrugës, shtëpi, shkollë, dhe ka edhe fshatra dhe malore të cilat e afektohen në mënyrë më të drejtë për drejtë sa I përket fatkeqësive natyrore. Për ne dhe për drejtorinë që unë udhëheqi ka qenë më rëndësishme dhe është më rëndësishme jeta dhe mirëqenia e fëmijëve dhe qytetarëve se sa të them të mirat materiale dhe pa dashur të kemi një konotacion negativ, ndoshta një ditë mësimi. Një ditë mësimi mund të kompenzohet, do të kompenzohet, jeta dhe e fëmijëve dhe mirëqenia e fëmijëve nuk mund të kompenzohet. Ky vlerësimi ka qenë vetëm për kryeqytetin. Ne kemi bërë këtë në bazë të gjitha informatave që kemi marrë. Ne kemi marrë edhe raporte edhe nga Agencioni I Menaxhimit të Emergjencave, cili ka kërkuar rritjen e shkallës së gatishmërisë, dhe duke u nisur edhe nga të dhënat tona që kemi pasur edhe 2 vitet e fundit sa ekziston kjo drejtori edhe por dhe më herët, për shkak të rreshrave të mëdha që kanë qenë, është vendosur që dje për parandalim dhe për të them të marrim masa parandaluese, si themi better be safe than sorry. Kemi vendosur që një ditë, pra ditën e masditë dhe në mëngjes, që mos kemi mësim në shkollat e kryeqytetit. Si paralajmëri edhe instituti, rreshjet kanë qenë të rrëmbyeshme, u pa dhe dje jo vetëm në kryeqytet, po edhe në pjesë tjera të Kosovës, pra vetëm për 24 orë të fundit në informatën që kemi të fundit nga instituti, kanë rrë 68.7 mm shi për 24 orë, cila e tejkalon sasinë mujore për kryeqytetin. Mirë, kjo ishte sa I përket dje. Si është tani situata me vërshimet në përgjithësi me dëmet dhe përmbytjet të shkaktuara? Situata nga orët e para të mëngjesit, pra ne kemi qenë të rënë deri mbas mesnatës, kur kemi pasur intervenimin e fundit, vlen të theksohet se kemi pasur afro 50 intervenime brenda 24 orësh në të gjithë territorin e kryeqytetit. Duhet edhe një gjë të potencohet, kryeqyteti dhe brigada profesionale e zjarfikësve e mbulon edhe komunën e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës, për ata se nuk kanë kapacitete, dhe ne mbulojmë me kapacitetet tona edhe këto 3 komuna që janë të vogla në afërsitë e kryeqytetit, dhe I kemi pas afro 50 intervenime, kryesisht si u potencua edhe në storien që e pam. Problemet të theksuara kanë qenë në fshatin apo në paralazhen e Prishtinës tani më Hajvalin. Kemi intervenuar në 2 shkolla, në shkollën Shkëndia dhe Afrim Gashi, me ekipet profesionale dhe ekipet e specializuara që ka kryeqyteti, dhe në shtëpitë ku ka pas nevojë. Kemi intervenuar edhe në shkolla tjera në kryeqytet, në Gjergj Fishta, në Hasan Prishtina dhe në disa shkolla të tjera, dhe kemi intervenuar në kolektorit në Hemshir, në kolektorin në Tokbashqe, në Arbëri, në Kodrën e Trimav, pra në
të them, gjithandej qytetit, për fat të mirë, pa dëme të mëdha materiale dhe pa lëndime apo humbje të jetës së njerëzve. E pa sot, ndoshta edhe nga historiat që keni pa, se si është gjendja në pjesë të tjera të Kosovës, pra në Ferizaj, rrugën Ferizaj-Gjilan, që është rruga më nuk ekziston prej sheve të noja. Fat të mirë kemi pas se kemi bërë përgatitjet e nevojshme me kohë, dhe nuk kemi pas problemet e theksuara se kemi pas prap 2 vitet e kaluara. Cilët janë shkaktarët më të shpesh të vërshimeve? Po tani, sa i përket këtij rasti, shkaktari kryesor ka qenë rreshtet e rrëmbyshme për një kohë të shkurt, pra si thash edhe një 68.7 mm shi kanë ra brenda 24 orëve, që ka qenë jashtëzakonisht një sasi e madhe për një kohë jashtëzakonisht shumë të shkurtër, dhe prapë them të kthehemi infrastrukturat e cila është e patë edhe ne jemi duke munduar që ta përmirësojmë infrastrukturën, po në disa pjesë të qytetit infrastruktura që është ndërtuar vitet e 80 dhe 90 është jashtëzakonisht shumë vështirë të rindërtohet prej fillimit. Probleme tjera kanë paraqitur edhe lagjet e reja që ndërtohen çdo ditë në Prishtinë, edhe për cila me infrastrukturë për cilëse që duhet ta kenë, por edhe një gjë shumë e rëndësishme. Ne kemi evidentuar këtë rast edhe herave të kaluara, por mbrëm për fat keq prap në intervenime që kemi pas në kolektorin në lagjen Kalabria dhe në kolektorin që është në lagjen Tokbashqe, kemi vrejt jashtëzakonisht shumë mbeturina që hydhen nga qytetarët e pandërgjeshëm me plot përgjithësi. Ne mbrëm kemi largu prej kolektorëve mobilje, kemi largu dyshek, kemi mbejtje inerte, të cilat e kanë bloku rrjedhën e ujit kolektorëve, dhe është dashur të intervenohet deri në orët e vona që të largohet ato që i ka sjell uji prej pjesëve të tjera të qytetit, që dashur të largohen dhe të pastrohet rrjedha që mos kemi vërshime ku zakonisht kemi pas në ato pjesë tjera vërshimeve. Dallim prej vitit 2023-2024 është që nuk kemi pasur vërshime të theksuara në fshatrat e kryeqytetit, pra kryesisht pra në fshatrat që janë pjesë e rrjedhës së lumit Llap, nuk kemi pas të them raste të paraqitura shumë, që është për mirë, për marrë parasysh se në vitin 2023-2024 problemet më të mëdha kemi pas në këtë segment të lumit. Nuk kemi pas problemet e theksuara dhe problemet janë, të them... Kjo është si shkak për shkak që nuk ka pasur rreshje në atë zonë? Jo, ka pasur rreshtet kanë qenë të njëjta, por prurjet nuk kanë qenë ndoshta më të vogla, se për arsye se për shkak të thatësisë së madhe që ka pas, por edhe për pastrime dhe mirëmbajtje që kemi bërë gjatë sezonës së verës së rrjedhës së lumit Llap. Mirë, sa po ndikojnë ndërtimet pa leje dhe pa kriter për tu krijuar vërshime? Patjetër, duhet keni parasysh një gjë se ndërtimet pa leje, të them, në qendër janë minimizuar, domethënë në qytet janë minimizuar, por shumica në raste që kemi vrejt, posaçërisht në fshatra, ndërtimet që bëhen pa leje, që të bëhen të pakontrolluara, e cenojnë edhe e dëmtojnë edhe rrjedhën normale të lumit dhe shkatrojnë edhe ekosistemin që gjendet aty. Ne kemi intervenuar disa herë, do të intervenojmë, mund ta theksoj një rast të them ekstrem vitin e kaluar kur kemi pas qytetarë që e kanë ndruar edhe rrjedhën e lumit për hockës vetëm për dobi të tij. Pra duhet kemi edhe një përgjegjësi edhe nga qytetarët të mos shkatërrohet ekosistemi i brisht, vetëm se është i brisht në Kosovë. Një gjë është shumë e rëndësishme theksohet edhe për qytetarët, dhe këta kam cek edhe disa herë. Ne kemi hyrë në një cikël të pakthyeshëm të ngrohjes globale dhe ndryshimeve klimatike. Ne kemi posaçërisht në 3-4 vitet e fundit kemi epizoda të motit ekstrem, të cilat nuk kanë qenë karakteristik për territorin tonë, për territorin e Kosovës, dhe si të tilla këto cikle do të përsëriten, dhe ne, domethënë, planifikimet tona dhe buxhetore shkojnë kundrejt dhe shkojnë vis-a-vis me ndryshime klimatike dhe me epizoda të motit ekstrem, në mënyrë që të jemi të gatshëm të ballafaqojmë këto probleme. Shikon, ky është një prej atyre cikloneve që ka godit jo vetëm Republikën e Kosovës, por ka godit të gjithë Evropën Juglindore dhe Italinë, ku kemi pas edhe viktima për fat keq. Dhe ne jemi duke bërë këto përgatitje edhe në mënyrë që bashkarisht të bëjmë. Kemi rrit, është më rëndësishme, kemi rrit numrin e zjarfikësve,
Brej vitit 2023 deri tani kemi investuar mbi 1,5 milion euro në ngritjen e kapacitetit të shërbimit profesional të zjarfikësve. E kemi kriju për herë të parë në Kosovë shoqatën vullnetare të zjarfikësve të shpëtimit. Pra kemi qytetarë që janë vullnetarë që janë trajnuar, janë certifikuar, i kanë uniforma dhe pajisjet edhe janë në gjendje të ndihmojnë ekipeve profesionale, pra ata janë në gatishmëri, pra i kemi aktivizuar dhe ata, kanë qenë në gatishmëri, i kemi aktivizuar shtabin emergjent të kryeqytetit për të menaxhuar më mirë të gjitha rastet që kemi pas. Nëse për mirëmbajtjen e kanalizimeve është përgjegjës kompania Prishtina. Po, dhe me këto që ndodhen ose në përgjithësi kur ndodhen raste të tilla, do të inicioni pa di për shkak të vërshimit të qytetit? Do të shikojmë, nuk do të shkojmë në ekstrem të ngresim pa di. Ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë dhe me Krye Prishtinën, i kemi njoftuar dhe me kohë dhe kemi qenë gjatë tërë ditën në komunikim me ta dhe nuk është që nuk kanë dalë në intervenime, kanë dalë po dhe me kapacitet që i kanë ata, të them, ndoshta nuk kanë mund të mbulojnë të gjitha pikat, por ne do të vazhdojmë që t'ju ndihmojmë dhe të dalim bashkërisht. Tash nuk është koha që të akuzojmë njëri tjetrin, me ne që është koha që të punojmë bashkërisht dhe që të gjejmë zgjedhje sa më mirë që më të rrezikohet mirëqenia e qytetarëve. Ne presim, sipas institutit, pra presim përkatësim të motit në javën e fundit të këtij muaji dhe ne prej tani do të fillojmë përgatitjet e të nxjerrim mësimet e mësuara në mënyrë që të mos përsëritim ndoshta këto gabime që kemi, mos them kushtimisht, po them gabime apo lëshime që kemi bë. Por duhet keni një gjë që është me rëndësi për fat keq, padosh ta politizoj këtë aspekt të bisedës, se nuk ka të bëj qëllimi im nuk është aty, por kryeqyteti për momentin drejtoria ime dhe drejtoritë e tjera, po posaçërisht drejtoria ime është e cunguar për shkak të mungesës së mjeteve financiare që kryeqyteti nuk i ka, se nuk e kemi deri tani kemi pas një kompani vetëm për intervenime emergjente, e cila me mashineri të rëndë dhe me kamion ka bë dhe ka ndalë ndihmë bashkë në këto raste që është me rëndësi. Ne për herë të parë kemi edhe fondin emergjent i cili ndihmon qytetarët në rast të fatkeqësive. Të vetmit në Kosovë e kemi fondin emergjent. Deri tani ky fond është harxhit për arsye se kemi strehu mbi 10 familje që i kemi zgjeruar në raste të zjarrit apo raste të tjera kur kërkohet evakuim dhe strehim i qytetarëve dhe bëjmë pagesën e qirave të qytetarëve deri në renovimin e shtëpive të tyre. Pra këto janë disa ato pengesat që posaçërisht drejtorinë time, po dhe drejtoritë e tjera i ka cungu që të jemi, të them, 100% efikas dhe të jemi 100% të gatshëm të dalim ballë këtyre sfidave. Pse janë në linja ujrave atmosferike dhe kanalizimeve dhe apo shkaktojnë këto probleme? Shkaktojnë probleme për arsye se kur bëhet përzierja këtyre, prapë domethënë po kemi probleme. Ne kemi mirëmbajtje, drejtoria e shërbimeve publike është duke mirëmbajtur dhe kemi kompani që e bën mirëmbajtjen e pusetave atmosferike dhe unë kam lëshuar urdhër 2 ditë para se të kemi shirat që të gjitha drejtorive, si kryesuesi i shtabit të krizave të kryeqytetit, që të bëhet pastrimi dhe pastrimi është bërë, po prapë them, ndonjëherë kjo përgjegjësia po fillon të gjuhet si ping-pong, jo ka qenë përgjegjësia e KRU-s, jo ka qenë përgjegjësia e kryeqytetit, por shpresoj që në këto dy javë që i kemi para se të kemi, të them, të rreshurat e reja, do të koordinohemi më mirë edhe me kompanitë ndërmarrjet publike që operojnë në kryeqytet, posaçërisht Krye Prishtinë, e cila nuk është ndërmarrje e kryeqytetit, është ndërmarrje regionale, por kompanitë që janë të them, kushtimisht në pronësitë e kryeqytetit si pastrimi, si kompania Gjelbert, të cilat janë krah për krah aktivitetet tona, ti koordinojmë aktivitetet dhe të parandalojmë më të keqen. Fatkeqësitë natyrore nuk mund t'i ndalim. Ato ndodhin, rreshe do të ketë, vërshime do të ketë, termite do të ketë, por duhet të përmirësohen kushtet, por duhet edhe të kemi të investojmë më shumë. Përzierja këtyre ujrave është shkelje ligjore? Është shkelje ligjore. Keni menduar të ndërmerrni hapa? Duhet shikojmë edhe për arsye që është përgjegjësia e drejtorisë shërbimeve publike, duhet konsultohemi me kolegët nga drejtoria të shikojmë se cilat do të jenë masat tash në të ardhmen. Ne kemi pasur të shumë raste të punimeve në rrugë që i ka bë edhe ujësjellsi, ku fillon punimet pa lejen tonë, e lënë rrugët ashtu, domethënë bën gropimin, bën kryen punimet dhe i lënë rrugët ashtu, edhe keci edhe gjitha kompanitë që punojnë në kryeqytet që nuk janë të kryeqytetit, shumicën e rasteve po fillojnë punimet pa një, të them, kushtime, jo kushtimisht, po pa leje dhe pa konsultim paraprak me kryeqytetin, atëherë po jemi të detyruar edhe të shqiptojmë gjoba.
me inspeksionin. Po funksionojnë sepse ky është një fenomen që vazhdon prej vitesh dhe nuk shihet që ka përmirësim. Ne kemi fillu këtë vet që t'ju shqiptojmë gjoba. Inspektorati Kryeqytetit është duke shqiptu gjoba edhe kompanive që janë duke kry punë, për më thëmë kryesisht kompanive që nuk janë në pronësitë e Kryeqytetit dhe janë duke shqiptu gjoba dhe do të vazhdojmë të shqiptojmë gjoba për kompanitë se cilat nuk marrin leje për punime dhe nuk njoftojnë institucionet e Kryeqytetit për kryen e punëve në rrugë. Keni planifikuar investime soj përket përmirësimit të kushteve që në rreshje në një situatë si e ditëve tani që jemi të mos na përsëritet? Po, edhe drejtoria ime, po edhe drejtoria tjera. Drejtoria shërbime publike, drejtoria investime kapitale në buxhetin e vitit 2026 kemi para pa përmirësimin e kushteve, pastrimin kemi kontratë specifike për pastrimin e shtretëve të ulëmenjve, pastrimin e pusetave, ndërtimin e infrastrukturës, do me thonë janë të gjitha në buxhetin e vitin 2026 dhe shpresojmë tash me konstituimin e kuvendit e Kryeqytetit dhe me aprovimin e buxhetit do të fillojmë shumë shpejt që, do me thonë, tash nuk varet direkt prej nesh, por në mandatin tjetër, pra nga janari do të fillojmë me aprovimin e buxhetit do të fillojmë implementimin e këtyre gjërave. Sa i përket drejtorisë sime kemi projekte specifike. Projektet tona përkojnë me ngritjen e kapaciteteve të ekipeve reaguese. Pra, do të vazhdojmë të mbështesim brigadën profesionale të zjarfikësve, policinë e Kryeqytetit me pajisje, me mjetet që cilat janë të mëset nevojshme për kryen e detyrave primare, me fondin emergjent, me intervenime emergjente, largimin e azbestit nga Kryeqyteti, cili është materi rrezikshme, është projekt që është përfunduar, por vetëm varet tash buxheti. Do të vazhdojmë me këtë dhe me shumë, të them, do të investohet në sigurinë e shkolla dhe në gjithë aspektet tjera të sigurisë së përgjithshme, se si drejtorie jemi përgjegjës edhe për sigurinë, por edhe për aspektet e emergjencës në Kryeqytet. Po sa i përket kapaciteteve të tjera, për shembull në sistemin e paralajmërimit emergjent apo edhe të shtimit edhe të numrit të zjarfikësve përveç vullnetarëve që i keni bërë planifikime? Po, kemi bërë planifikime, ne kemi sistemin e sirenave apo paralajmërimit të hershëm për llojet fatkeqësive. Jemi shumë aktiv. Keni provuar për herë të fundit? Sipas ligjit provohen çdo 6 muaj. Ne tani do të thonë është rradha në fund të vitit të provohen, është provuar janë testuar në shtator të këtij vitit dhe janë funksionale, kemi investuar në këtë aspekt. Vetëm jo në ditën e zgjedhjeve. Jo, ditën e zgjedhjeve. Nuk do ta bëjmë në ditën e zgjedhjeve, mos krijojmë panik. Por është me rëndësi edhe një projekt jashtëzakonisht shumë i madh që kemi investuar në Kryeqytet, është edhe vendosja e sistemit të kamerave të sigurisë, i cili është tani vetëm të them në gjysmë rrugë, janë vendosur 165 kamera në 54 lokacione në Kryeqytet, është funksionalizuar, monitorohen 24 shtatë nga Policia e Kosovës dhe do të vazhdojmë që të vendosim afro 600 kamera në 200 lokacione në gjitha pjesët e Kryeqytetit. Tani janë vendosur në hyrje dalit kryesore, në udhkryqjet kryesore, në sheshet dhe në rrugët kryesore sipas vlerësimit të rrezikshmërisë që është bë bashkërisht nga drejtoria dhe nga Policia e Kryeqytetit. Sipas ligjit ato monitorohen dhe qasje ka vetëm Policia e Kryeqytetit, Policia e Kosovës. Zotëri Fushtica, jemi fare në fund të bisedës, por megjithatë kam edhe një pyetje sa për fund. Është paralajmëruar në gjatë këtyre ditëve, po ashtu që të ketë edhe ndoshta rreshje bore. Por duke pasur parasysh që jemi në prag të dimrit dhe shumë shpejt do të kemi borë, a jeni përgatitur si komunë dhe për pastrimin e rrugëve dhe a i keni kontraktuar kompanit në mënyrë që... Kompanitë janë kontraktuar, por për fat keq për shkak të mungesës buxhetit ende kemi këtë problematik, por ju siguroj që Kryeqyteti është i gatshëm edhe për sezonën e dimrit. I përgatitet vetëm se kanë filluar, është përgatitur edhe plani operativ. Ne gjatë verës kemi përgatitur edhe vlerësimin e rrezikshmërisë për Kryeqytetin. Pra i kemi identifikuar cilat janë rreziqet që i kanosën, do të thonë i kanosën Kryeqytetit. Pra rreshit janë një për atyre kategorive dhe janë për të gjitha scenariot e mundshëm që të dalim ballë problematikë. Pra, do të thonë jemi të gatshëm si drejtori e sigurisë dhe emergjencave në bashkëpunim me drejtorinë e shërbimeve publike dhe drejtori tjera që mos na zënë befasi bora.
Keni informacione paka shumë po ashtu në aspektin sinoptik, dimri si vjetë parashjet që të jetë jo ashpër apo pak më i butë? Atë që e kemi deri tani, se ne varemi gjithmonë vetëm nga informatat zyrtare që marrim nga instituti. Ne kemi edhe burime tjera që shikojmë normal edhe portalet e tjera, por për ne edhe në bazë të ligjit, informata e vetme që mund të mirët zyrtare është nga instituti dhe kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Me këtë rast e falenderoj kolegën nga instituti për informatat në kohë reale, që na informojnë në kohë reale. Deri me tani thuhet që do të ketë rreshje bore në fund të këtij muajit, në fillim të muajit dhjetor. Pra po them këto janë vetëm prognozat që mos të mirën si të mirëqena, por atë çka kemi informata deri tani pritet që jetë një dimër me rreshje më të mëdha se sa dimrat e kaluar. Zotëri Fushticëve, faleminderit shumë që ardhët. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Ju falenderoj.